Përshëndetje të dashur shikues, po takohemi kështu me edicionin më të ri të emisionit Vikendi me Erën. Qysh nga tash deri në ora 14 do të jemi bashkë me juve me materiale interesante, por edhe mysafir në studio. Po krejt në fillim, dua t'ju falenderoj të gjithëve juve për mesazhet e pafundme që më keni dërguar, urimet dhe komentet shumë pozitive për emisionin e parë. E sigurisht ky është një motiv i madh për mua që të vazhdoj tutja. Muajt e verës që i kemi të lirë nga shkolla dhe mësimët është shumë e rëndësishme t'i shfrytëzojmë në mënyrën më të mirë të mundshme, qoftë duke lexuar apo dhe duke u marrë me aktivitete të ndryshme, të cilat janë në dobinë e secilit prej nesh. E një prej këtyre aktiviteteve mund të jetë edhe shkuarja në kinema dhe ndjekja e disa prej filmave për fëmijë, të cilët janë duke u shfaqur në Cineplex. Unë kam qenë atje dhe në vazhdim do t'ju informoj edhe juve se cilat janë këta filma, në çfarë orari shfaqen dhe pse është e rëndësishme me i pa. Filmi Minions fillimisht është një prej kështu karaktereve, më themi, më të preferume të fëmijëve, edhe ata e mësu se i shohin gjithandej në përlodra, po edhe filmat paraprak që kanë qenë shumë të suksesshëm, ndërsa ky film tash që u ardh përveç në botë që po korr suksese shumë të mëdha në orkat filmike, edhe tek ne ka zgjuar interesim shumë të madh, sidomos te fëmijët. Deri tash brenda një jave ne kemi shitur mbi 5.000 bileta vetëm për këtë film, që tregon një interesim jashtëzakonisht lartë për me ardhë dhe me pak. Numri i fëmijëve që kishin ardhur për ta parë këtë film ishte i madh. Ata me entuziazëm prisnin të uleshin në ulësit e kinemas. Se kam qenë filmin Minions. Që sa jam pak qyre edhe shumë më pëlqen. Minions dhe Rise of Gru. Pse kisha me këtë film? Se më pëlqen Minionsa, milionin. E pse kisha me këtë film? O bo festa me milionin. E pse po kisha me këtë film? Se më pëlqen. Pas filmit Minions, The Rise of Gru në Cineplex është duke u shfaqur edhe filmi tjetër për fëmijë, Chicken Hair and the Hamster of Darkness. Ndërsa në rubrikën Një shëtitje me Erën, këtë javë ka qenë i ftuar DJ Pimi, i cili konsiderohet një prej DJ-eve më të njohur në vendin tonë. Një bisedë të këndshme që kam realizuar me pajtimin e ndjekim pikërisht tash.
Përshëndetje shikues të dashur, jemi në rubrikën Një shëtitje me erën, edhe sot e kam një mysafir po shumë special. Ai është DJ dhe është DJ-i mi preferuar, ai është DJ Fieri. Përshëndetje dhe faleminderit shumë që ke pranuar ftesën. Faleminderit. Apo në orë? Po. Faleminderit shumë ty, edhe pse në fillim s'kom pas kohë në orë për shkak të angazhimeve të mia, po tash gjeta kohë, edhe jam shumë i lumtur se je një prezantuese shumë e re në moshë, po kish shumë potencial për të ardhurën edhe je shumë e bukur. Faleminderit shumë. Unë po ta marr mikrofonin edhe po ja fillona me intervistën. A unë s'po du me bo intervistë pyetje me pyetje, po si shoku me shoqe, okay? Kështu bisedë lirë. Okej. Tash po ja filloj, te jeni DJ shumë i njohur në vendin ton. Edhe pëlqej shumë. Edhe po. Edhe është vështirë me qenë DJ në Kosovë. Po menoj që është jo veç Kosovë, po gjithkund në botë menoj se çdo punë ka atë sakrificën edhe atë vështirësinë e vet. Edhe DJ ka një vështirësi, ndoshta kisha mujt me thon pak më të madhe për shkak se është jeta e natës, edhe nuk i pauzë me flet kur dush, nuk mundesh më çu kur dush, se presin punë tjera gjatë ditës. E ka atë vështirësinë e vet, po kur e don një punë edhe kur i përkushtohesh asaj, na besoj se nuk bëhet e vështirë. Kur ke qenë i vogël, atë ka pëlqy kjo puna e DJ-t apo ke mendu më bo krejt diçka tjetër? No, jo, kur kom qenë i vogël, në fakt e kom dosh muzikën gjithë, po nuk ka qenë puna e mu bë DJ, kom pas që mu bë futbollist, se e du futbollin shumë, po për shkak të kushteve në Kosovë dhe për shkak të vështirësive që i ka pas sporti në Kosovë, kom vendosur me ndru profesionin edhe jo bë DJ edhe faleminderit për zotit që kom arrit aty ku kom dosh. E se të pëlqen muzika? Po më pëlqen muzika se dyqysh çdo tekst i muzikës, çdo këngë ka atë ndjenjë që njëri gjen veten të, si në muzikë në zhanrin hip hop, si në house, si në popullore. Domethënë në çdo zhanër e gjen njëri veten tekst, edhe për çfarë do është tash një prej arsyeve që e du shumë muzikën edhe e kam gjetë veten të shumë mirë. Tash po folim për këtë pjesën e projekteve tua. Apo na tregon diçka për projektet tua të reja? Po, i kena bu një 4 këngë, një qëtash kena me ndalë qëtash me një bashkëpunim me Lumi Bin edhe me Ermal Fejzlon. I kena dhe bashkëpunime tjera për cilat s'po du me fol njerë, për shkak se nuk i kena të kryme kështu përfundimisht. Kena me këngën me Ermalin dhe me Lumin kena me lansu dhe më thonë mujin që vjen, edhe ma ndej fillon vera, kështu që kur fillon vera s'kena kohë shumë për këto angazhime tjera, edhe besoj që kom e dalë një projekt i mirë edhe kom i pëlqy krejtve. Inshallah, po besoj që po, se çdo projekt... Femrave është këngë shumë e mirë, për shkak se Ermoli dhe Lumi janë artista që i njohin krejt edhe di çfarë potenciale dhe çfarë karriere kanë. Më pëlqen kjo pjesa e këngës që e ki me Yllimonin, se janë do di që ma se e qmenna. Po është një këngë që kena bu para 4 viteve, po që tash e ka pas kohën edhe momentin, do më thunë më bu virale, edhe ka jetë shumë mirë, edhe faleminderit krejve që e dinë edhe që e ngojnë. Për ndryshe po du më ndalë të kjo pjesa e bashkëpunimit me Fifen. Është një këngë që të njëjtën kohë ka pas shumë shikime dhe është pëlqyer shumë prej publikut. Ç'është po ndihesh? Po ndina shumë mirë për shkak se përderisa ka shumë klikime edhe shumë shikime, domethënë, njerëzit ju ka pëlqyer dhe kanë ripërsërit këngën, domethënë, jam shumë i lumtur për këtë pjesë. Po dhe jam i lumtur me faktin që kena një këngë me Fifin për shkak se Fifi është një artiste mrekullueshme, edhe Fifi është një artiste që të cilën kom pas dëshirë me pas një këtë rast unë edhe Dogzi, kemi pas dëshirë me pas një këngë me të, për shkak se kemi edhe shumë shoqe para se me u fut aty në Big Brother. Edhe jam shumë i lumtur që ka rezultuar suksesshme. Edhe të pëlqen ti? Po më shumë, mu çdo gjë që e bën ti më pëlqen, për ndryshe unë DJ PM-in e du shumë, edhe nuk është që hera e parë që jemi takuar. Do t'i ke qenë tonë në banesë. Po, edhe është njëri shumë i thjeshtë edhe njëri shumë i mirë. Aja tash, mos më lavdë se më vjen motë. Jo. Tash, okay, po e lojmë këtë pjesën, po krejt e dim ç'është jetë, se je njëri me të vërtet perfekt. Po lojmë këtë pjesë anash, hajlun anash. Okay, s'e marrëm, po e marr dal. Okay, unë kam një stan që ja u bëj këtë mysafirve, edhe do e gjejnë, do nuk e gjejnë. Tash, unë pelon mikrofonin qëto, ose qëto pelon. Tash, qëto është një market. Një market? Market. Okej. Edhe qëto e kalon dikush një bicikl. Po. Edhe ka shkru mos e prekne. Ku e kalon biciklin? Qëto? Po, tha mos e prek, pse e prekete? Edhe ti u bëre pjesë këtyre që e kam prek. E hura forën, bravo. Okej. Zakonisht të fori i di,
se është pak pyetje, po më ne është pak lojë logjike, po që Nuk e di do të thonë ki shumë potencial. Je shumë e mirë. Faleminderit shumë. Për ndryshe ti me DJ Dax, po du me fol për raportin me DJ Dax, ju jeni si vllazër apo jo? Po, më shumë se vëllazër. Edhe a mundesh më na tregu se qysh një ditë juaja bashk? Po, unë e Dogxhi, do të thonë, përveç që jena bashkëpunëtor në muzikë, jena edhe shok shumë të mirë, do të thonë, jena super shok. Kështu realisht jena si vëllezër për shkak se që 10 vjet bashkëpunojna. Një ditë e zakonshme jemi edhe Dogxhi është që vina pina kafe, përndryshe ky lokali ku jena të bëj intervistë është i Dogxhit. Edhe i Tatarukës menaxher. Vina pina kafe, dalemi kryna punë, shkojna në studio për shembull. Zakonisht na buk ushqim nuk hojna në shtëpi, kështu që hojna edhe ushqim jashtë, hojna ushqim najkën, edhe mandej vjen momenti ose shkojna me pushu në shtëpi për më bu gati për me shku në koncert, ose nuk shkojna shpesh me pushu, shkojna mundru, mi marr pajisjet edhe në punë, që do me thonë çdo ditë jena të mbi ngarkuar me punë. E afishon, qësa shkure përdore ushqimin më kujtu diçka? Jo, jo. Okej, hojna. Unë jam njeri që i du ushqimet, po Bardha më ka tregu diçka, Bardha për ndryshe është qika e dojës tam, edhe është mbesa e DJ Pijemi. Po, edhe më ka kallëzu diçka që ti e dën shumë spesat e djegës. Po, është e vërtet. Jo vetë spesat, po çdo gjë që është e djegës, domethënë, çka ka të bëjë me djegës, unë i du shumë për shkak se motivon, më stimulon me hungër më shumë. Jam tep që e du ushqime, po senet që janë djegës atë qysh më japin më shumë mundësi edhe më shumë më shtit me hungër më shumë të thjeshtë. Kam qef me shiu djegës. Edhe unë kam qef shumë djegës edhe s'di se si kom marrë do sfeca djegës me boni challenge. Po herën tjetër. Po okej. Ama okej. Çka? Jo se ke ashtu menu me hungër speca, kështu më thot, po okej, e bujna. Më ka thonë Bardha që spesin e djegës i qatë edhe biber. Se shumë e donë. Po jam shumë e du shumë ushqimin e djegës, seriozisht. Senet që janë djegës ta mi kuna shumë. Si fëmijë më kuna që ashtu nuk e di pse. Po ka momente që hos pes për shembull djegës edhe nuk kam djeg, domethënë, edhe mandej për me më djeg, i qash edhe biber. Okej. Për cili Okej, për cilën njeri je falenderus? Ka shumë edhe s'pëdu, po nuk pëdu me cik me emra se po tut na mos parroj na ikën edhe mandej s'pëdu me bu kërkën më një keq, po ka shumë, sidomos kuptohet, familja është primore në këtë rast, po jashtë familjes domethënë kam shumë shokë cilët më kanë ndihmuar dhe më kanë përkrop, po prapë them s'pëdu me cik me emra se mos parroj na ikën po vjen keq. Po një 2 muaj me t'i thonë është DJ Flow, është një DJ që tash është pak më në mush, po është njëri që më ka ndihmuar kështu në ekstrem, cilën sa rekord edhe është besfortin ideal, i cili ka non-stop ka insistuar në më bu DJ dhe fol tina nështë ta, bilaj në fillim i pat pajisjet, i pat blede më thonë. Këta dy janë persona që më ka ndihmuar kështu në fillimet e mia, po mandej gjatë rrugtimit ka edhe plot tjerë, po këta dy janë themelues edhe temelit më thonë, i karrierës. Një pyetje për fund, nëse jeta jote. Jo, më me trajner ka s'kam fund. Okej, fundi i intervistës ma saksër. Se nga tërë Për ndryshe je një person që i bën ato ajgaret që gjithmonë është me kesh. Edhe njëri ma pozitiv në botë. Shumë faleminderit. Pozitiv jam kështu si person se me virus jam negativ domethënë. S'ka dalë pozitiv. Në Covid a ke fjalën për pozitiv? A ke pasni me Covidin? Jo. Kështu në është e kom pos, për nuk e di, nuk kom pos simptoma kur. Ndoket ata që janë pozitiva s'ju bjen Covidi. Po jo, se është pozitiv në Covid, pozitiv si person, dikur. Shumë. Plus me plus nuk shkon, për çata. Nëse jeta jote do të ishte për rallë, si do të quhej? Çto se pas na vjen kur. Nëse jeta jote ishte për rallë, si do të quhej? Një fëmijë që nuk u dorëzua. Po. A nuk ishe mujt me qujt Pijemi në botën e çuditërave? Jo, se nëse kisha thonë Pijemi në botën e çuditërave, i kisha rraqem të ful për veti. Po një fëmijë që nuk u dorëzua mund ta përfshijë edhe një mos tjetër të njerëzve që nështë tu mos u dorëzu njëri më në rrënjët shumë. Një mesazh shumë të mirë e jape për fund, po në fortuna dhe për shumë. Edhe du shumë, edhe me të vërtet je njeri shumë i mirë, edhe i bukure në shpirtë e gjithçka tjetër, ne kemi rase të shumë ta bashk,
edhe që njerëzit nuk i din, po për çka do një shumë falendëruese ndaj teje. Për çka do me thonë, qoftë për raste tjera që njerëzit nuk i din, qoftë edhe për këtë intervistë që njerëzit e din. Edhe me të vërtetë shumë. Edhe më të përqafë edhe një herë shumë, edhe na kena mu taku prapë kur ti largon këto angazhimet, apo jo? Po, kështu realisht jam shumë i angazhuar. E dim, plus nuk folëm fare për biznisin që e ke hapë me veshje ndryshme. Jo, ajo është një çështje tjetër, ato më mirë në të shuhin vetë njerëz, s'po du me promovu kështu në stop. Se tani duket që për shfrytëzoj televizionin në bu marketing, kështu që jo. Okej, puna e mirë shihet vetë, nuk ka nevojë për fjalë. Dhe s'ka nevojë për fjalë. Okej, s'ka nevojë për fjalë. Te po në mbyllim, kështu faleminderit shumë DJ PM, edhe du shumë, edhe me vërtet më ekstrem shumë, edhe për përshëndesin Bordën. E shëvish Bordën, unë e kam edhe Blinerën, e kam Bordën, Blinerën, e kam kam edhe një pa mesha tjera, po okej. Edhe dojën tempe përshëndesim Po shëndet e do, akina e kënë tjetër? Një tezën Zvicër, akina e kënë? Agjallar, krejs, mamin. Familiaresh do me të komplet. Plus edhe mamin tëmë, për shkak si është njeri shumë i mirë, apo jo? Si që dënon. Si që dënon, e vërtet. Faleminderit shumë DJ PM, edhe me të vërtet du shumë, të këmë thanë shumë në këtë intervjist du shumë. A mu me të vërtet du shumë. E di, shka që vrejet, po dhe në du shumë ty, për shkak që prapë të jemi një mosh shumë të vogël edhe ke bu shumë sanet ndoja. Kështu që te kur të rritesh edhe pak, kur të rritesh në moshë madhore, nuk që dina me të ponë si e nenë për shembull, anaj televizion kështu botëror, në Al Jazeera. Në Al Jazeera të jep motin, era. Moti me erën. Inshallah shumë natë. Faleminderit shumë DJ PM, unë e turoj shumë suksese, edhe thjesht mos u lodh për shkak se je të bën një punë që krejt po ta pëlqen shumë. Faleminderit shumë krejt dhe kush na i pëlqen puna eme, dhe faleminderit krejt atyre që na përkrojnë, edhe na dojnë, kështu që mundu m'ja kthy njëtën monedhë, edhe respekt për krejt. Kështu që faleminderit edhe njerë ty. U me të thonë faleminderit dhe të u përqafë. Po jetë është me falenderu, me ditë me thonë faleminderit edhe më falë, njëtë kime përparu shumë. Faleminderit shumë dhe Falë. Okej, tash na po e përmbyllim me një super energji, shpresoj që e kena përcjell këtë energji edhe tek shtëpitë juaja. Faleminderit shumë, shihemi jo anë tjetër. Vanessa Sadiku është një vajzë shumë e talentuar në muzikë, por që merret edhe me shumë aktivitete të tjera. Ai së fundi ka publikuar këngën e saj më të re, e cila mban titullin Party Time, po përveç kësaj, nënvjeçarja ka pasion të madh edhe fotografinë. Për të gjitha këto, do të flasim me Vanessa në studio. Përshëndetje Vanessa. Përshëndetje edhe për ty. Mirë se erdhe dhe faleminderit shumë që e ke pranuar ftesën. Përshëndetje edhe për ty Era, faleminderit edhe për ty edhe te për ftesën. Okej, faleminderit Vanessa, por po fillojmë me njëherë me pyetjet. Vanessa, kur ke filluar të merresh me muzikë? Me muzikë kam filluar të merrem në moshën 7 vjeçore. Okej. Që 2 vjet merrem me muzikë. Krahas të gjitha pasioneve të tua, pse ke zgjedhur muzikën me u merr me të? Po, e kam po që kam shumë talent. Okej. Edhe mami e ka vërej që kam talent edhe më ka pëlqyer shumë si pasion. A i mban mend fillimet e tua? Edhe si kanë qenë ato? Fillimet e mia kanë qenë shumë emocionuese, sepse ka qenë hera parë për mua që shkoj me një kurs muzikës për shembull, edhe mirë me muzikë. Cila ka qenë kënga e parë që ke publikuar? Kënga e parë imja që e kam publikuar ka qenë Shumërime për ty. Kur e dëgjon tash, çish ndihesh? Për shembull, ajo është për ditëlindje, edhe dëgjoj një fëmijë, për shembull, është YouTube-ja edhe del kënga ime. Është një fëmijë edhe ati i pëlqen shumë kënga ime. Okej, së fundit e ke publikuar këngën dhe Party Time. Çka përmban ajo këngë? Është një party me shoqe, ku unë i ftoj shoqet dhe nuk i tregoj mamit, edhe është një pjesë që unë dal jashtë edhe shofa është mamja, jo, pastaj vazhdoj partyn me shoqet. Okej, si është pritur nga familjarët, nga publiku, nga shokët? Po, me këtë këngë ka marrë pjesë edhe në festivalin Diamond Fest, mora vendin e parë, për familjen time, për mua dhe për shoqërinë nga qenë e papritër. Me qenë se ke marrë vendin e parë në festival, kur ta kanë thënë emrin, çu je ndite?
A ke prit? Jo, nuk e kom prit, se kanë shumë emocionuese për mu, edhe e kom jena kon shumë, edhe kom harrua për den krejt që kena mi marrë çmimet, e kena marrë edhe një diplom përveç çmimeve, e kom harrua për den krejt që kena mi marrë çmime, kom menu që veç kena me këndu edhe për den kena me shku. Që sa ke fillu mu bo pjesë e festivaleve të ndryshme? Kur e kam publikuar këngën, kam fillu me marrë pjesë në për festivale. Okej, dhe me thonë ke fillu me u merë kështu me festivale, po atë pëlqen me u bo pjesë e festivaleve? Po, është knaqësi për mu shumë. Është knaqësi. A mundesh me na këndu diçka? Një refren të këngës Party Time, ose ndonjë këngë tjetër? Po, pyete hanën se ajo e din, pyete sa më ke mungu, pyete hanën nëse m'ka haru, ndoshta koma më don mu, hana m'ka pa, nata m'ka vra. A është kënga jote? Jo, është kënga e Limonit. Unë e prita që pe këndon këngën e Melinda Ademit, me qenë se dhe pëlqen shumë. Ti pëlqen shumë Melindën, apo? A mund ta këndoj edhe melodin, këngën e Melindës? Po, mundesh me këndu. Kujtohet se kun melodia, gabimet të tuaj, priqe ke planet e mia, sa jena dasht, edhem veç perëndia, sa vet dashuria, ashtë si kur ta dia, si kur melodia. Bravo Vanessa, me të vërtet ke këndu shumë mirë, po me qenë se edhe ke një zë shumë të mirë live, a ke vendosur sa ke mendu me marrë pjesë dikon gjatë verës, me këndu live dikon? Më pëlqen me këndu live, po ende nuk ka marrë pjesë. Okej, na e kena pa që je shumë aktive në Instagram me fotografit. Ty të pëlqen me bo fotografit ndryshme, apo? Po. Okej, pse të pëlqen me bo atë punën e influencerës? Më pëlqen se unë bëj fotografi të ndryshme, po ashtu edhe reklamoj tesha, rroba, nga firmat të ndryshme, si Guess, Silskly, edhe firmat të ndryshme. Ty të pëlqen me bo këtë punë, po për shembull kush të merret me Instagramin tënd, për shkak se e dim që je shumë e vogël edhe kush kujdeset për Instagramin tënd? Për Instagramin tem, për kujdeset mami edhe tezja ime. Edhe tezja ju. Sa ndjekësi ki momentalisht? 47.007. Wow, okej, shumë mirë. Të mbukët, nuk e di sa. Cilat janë komentet më të mëdha që i merr kur i poston fotografit, këngët e tjera? Nuk e di, Nuk i këshyr ti? Jo. Okej, për ato kujdeset mami. Mami edhe tezja. Okej, cilat janë ëndrat e tua për të ardhmen? Ëndrat e mia për të ardhmen janë që me arrit shumë. Me arrit shumë me profesionin ta, me shkollën edhe me çdo gjë që e bëjene. Okej, ke qef me arritje kjo pjesa e muzikës pak më shumë? Po e kishe pa vetë ndonjë festival apo dikon tjetër? Mbas 10 vite për shkakun po e marrim. Ndraj vetën që jam se e kam edhe shoqe që janë shumë mëdha, po edhe merrem me muzikë, kur edhe kam qef me marrë pjesë në për festivale, gjithmonë ndraj që jam të marrë pjesë në për festivale dhe jam të fitu shumë çmime. Okej, shumë mirë. Po për shembull ndonjë profesion tjetër, a të ka shku ndërmend përveç muzikës? Edhe stomatologe. Stomatologe, dy gjëra ndryshme? Muzika dhe stomatologe. E pse të pëlqen me qenë stomatologe? Kam dëshirë me majtë higienë, me pas shëndat, edhe me majtë pastër dhe më kujdes për dhe mbës. Faleminderit shumë Vanessa që ke qenë me neve sot. S'ka përse ishte kënaqësi të jam pjesë e emisionit me tyra. Faleminderit shumë. Kurse tash të dashur miq, po kalojmë në diçka tjetër. Këtë javë me aventurierët kemi shkuar te parku i aventurave, i cili gjendet në Pejë. Ky park i ka rreth 4 shtigje me 3 nivele dhe 36 aktivitete. Për të gjithë fëmijët ky vend ofron argëtim, adrenalinë dhe rekreacion.
nëse kanë, hen mik tonë, do me thonë që kjo është kejtë regulli që shkon. Tash, unë e veç sa ju e shpjegova, e keni kuptu mirë? Po. Okej, edhe mos harum që kjo është nivel për neve, na jena me mosh pak ma të vogët, që kjo është niveli jonë. Okej, po të me dhe nja shumë mire ke boj, ke majtë mikrofonin. Faleminderit. Okej, tash besoj kena e moderu një emision bashkë. Bashkë na dyja. Gjithë. Gjithë. Okej, tash vazhdojmë të aventura. Ku së dashuria të fundi edhe kësaj aventure, por para si ta përmbyll këtë aventurë, unë kom i pyet qika se qysh je ndi dhe a e në knaq. Rejona, a e knaq? Shumë. A të ka pëlqy? Shumë ka pëlqy, faleminderit shumë. Hiç kur gjë. A kishe ardhur prap? Shumë, edhe shumë herë bile. Shumë herë? Po. Okej, cili ka qenë ushtrimi më i vështirë që po menon? Më e vështire ka qenë ajo me forma.
Definitivisht, se na pak tregom që ka ma qenë- gjata, po. Edhe ato pak të vogla mirë, po më e mira ka qenë zipline. Zipline, vërtet. Unë tash duke duke ardhur në aventura ndryshme, ja kom nisë më bë më sportive. Unë asnjëherë s'jam kohën sportive, po ja kom filluar më bë sportive. Amela, ti ç'u ndjeve? Shumë mirë, kam kaluar shumë mirë dhe pjesa që më ka pëlqyer më shumë ka qenë ajo gjëja e gjelbërt dhe më vështira më ka ardhur aty ku dash me ecë në dru. Okej. Amo ka qenë një aventurë shumë e mirë, që s'kena me haru asnjëherë edhe kam na u kujtu si aventurë e bukur besoj. Po. Okej. Honën e kena një tip ma qetë se Rejanën edhe Amelën është një tip shumë i qetë. Rejana, a mundesh më tregu qysh Hona, Rejana, pse qysh po du bre? Pjesën e dytë është problem. Ama pse qysh po du bre sa që edhe Honës vitëm Rejana. Hona, a mundesh më tregu qysh je ndje? Edhe unë pra jena kënaqur shumë, ka qenë eksperiencë e mirë, edhe mu zipline më ka pëlqyer, është pjesa më e mirë për mua. Zipline. Po. Okej, mu më ka pëlqy kjo pjesa e rjetës së gjelbër, që she tha, edhe pse pak me vështirësi, po ka qenë një aventurë e mirë. Unë më kënaq shumë me juve, me Rejanën, me Amelën edhe me Honën. Hona, kom ja theksu, Hona! Jena kënaq shumë edhe ka me qenë një ndër aventurat të mia më të mira që i kom bën. Ju keni qenë shumë të mira dhe me të vërtet ju falenderoj shumë. Ftesën kur doni të unë e keni gjithmonë, apo dhe çfarë do që bëni, i keni rrugë të hapura në ATV, sepse ATV ja u jep mundësi të gjithë të rinjëve mi shpreh talentet e tyre. Edhe ATV pra shtëpia jone e dytë mund ta themi. Faleminderit ATV për këtë aventurë kaq të mirë, edhe bashkë me këto vajzat na ju përshëndesim edhe ju uroj një vikend sa më të mirë. Ndërsa për ta realizuar rubrikën Kuzhinë me fëmijët, këtë javë kemi qenë të shtëpia e Bardha Gashit. 12 vjeçarja nga Prishtina na tregon se si të gatuajmë kekët e quajtur bombica. Përshëndetje shikues të dashur, jemi në rubrikën Fëmijët në kuzhinë e kësaj here kam një mysafire po shumë të veçantë. Ajo është Bardha Gashi. Përshëndetje Bardha. Përshëndetje Era dhe faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit ti që ke pranuar ftesën. Bardha, a mundesh më tregu se çka kemi gatu për neve sot? Sot kome përgadit bombice dhe përbërësit janë këto në kitë pjot e kemi shkri pak aerokram edhe qomsht, pastaj këtu kemi disa keksa të bluar, pak kokos dhe në fond për pak dekor i kemi edhe sheqer plor. Okej, kemi edhe pastaj edhe pemë këtu, që mund t'i vendosim si dekor. Okej, Bardha, ti mundesh me fillu një të nkun edhe të bëj pyetje ty. Okej, në rregull, s'ka problem. Cila është hapi pa që duhesh me bo? Hapi par është që nga dalë me qitë keksat e bluar. Okej. I qisim kështu më varet për përsytonim, për shembull sa e preferojnë ana. Edhe vazhdojmë edhe i përzijej. Okej, Bardha, mundesh më tregu se sa e pëlqen Bardha kuzhinën? Bardha kuzhinën e pëlqen shumë. Okej, e pse e pëlqen kaq shumë kuzhinën? Unë e di që ti në kohën tonë Kliri ndihmon edhe mamit. Po. Pse të pëlqen kaq shumë kuzhina? Më pëlqen se mësoj gjëra të reja e sane, kështu që Okej, se shumë jo. mirë. Tash kemi qit keksa derisa të Troshet, Okej. edhe pastaj vazhdojmë që t'i bëjmë topa kështu të vogël, edhe vazhdojmë i hedhim kitë pjotën këto që e kemi, po do t'mi qit edhe pak keksa. Okej. Mu po më pëlqen shumë kjo rubrika për shkak se po mësoj gjëra të reja. Kështu mësosh që pëlqej shumë kuzhinën? Po, ëmbëlsirat për shembull, nuk do të edhe shumë shpesh mi konsumu, po për shembull për ndonjë festë ose për ndonjë rast special, pse jo bën edhe ti
konsumojmë ndonjëherë. Cili është ushqimi yt i preferuar, Barda? Ushqimi im i preferuar është për shembull ndonjë torte, po edhe bombica që edhe pi bojnë anasët. Okej, shumë mirë. Po. A bën të edhe të me vazhdu pak? Okej. Po dënë Barda mamë, po. Okej. Kështu apo? Po. Veç vazhdojmë tash. Unë po dalë keq para kamera, se kesh unë e di me bo bombice, unë e di shumë mirë mi bo. Po normal, sa që diskutohet. Po gjëja më e mirë që di me bo është gazetaria. Po normal është. Ta tash vazhdo Barda. Okej, tash të vazhdojna edhe Barda, a mundesh më tregu se sa mendon që është e vështirë kuzhina? po së shumë e vështirë, më varet për shembull çka bën, çka çat, po mu për veti nuk më duket që është shumë e vështirë. Tash të besoj që është mjaft e trash, kështu që nuk kemi nevojë më mishtu keksa. Edhe atëherë vazhdojmë e marrim pak me dorë. Kjo është procedura tjetër që na duhet me vepru. Okej, unë pi marr edhe disa salveta. Që mi pas për gjëra. Mujna edhe tash të ne i bojna kështu të vogla, i bojmë rrotull edhe i bojmë pak me kokos. Edhe që i kemi gati, a për provon edhe të tash një? Okej, pak me morë. Po me rëndë. S'ka problem. Se i rasë shumë e mirë kuzhinë, po prap s'ka linje. Okej, është me pak po, s'ka problem, sa dush të më nesh me marrë me madhësi. Edhe vendosim tash. Është pak. S'ka problem. Edhe prapë vazhdojna kështu procedurën e njëjtë. Edhe që. Okej, shumë mirë. Ti mundesh me vazhdu gjithashtu, a mundesh më tregu se cili ka qenë ushqimi që e ke bërë që tu ka doku më i vështirë? Se për shkak se ti je shumë e angazhuar në kuzhinë, më i vështirë që doku ty më i vështirë. Po, ka qenë një torte me keksa, që ka qenë edhe mishtru keksat edhe me qitë kremin, edhe qaj mu ka duk që është pak më e vështirë, që se kom preferu mo me bo. Nuk e ke preferu? Jo. Edhe, po, ma e thjeshta, kështu mu ka duk që janë konë bombicet, që edhe na sot pi bojna. Okej, shumë mirë. Kjo vazhdon procedura e njëjtë, do me thonë? Po, e njëjtë, s'është na i sa ndalë. Po gjithashtu ti kjo pjesa e bombicave mundesh me marrë sa dush. Po, heq nuk është problem, varet sa është, ndash e merr ma të vogla, ndash ma të mëdha, heq nuk është. Po gjithashtu ti varet nëse ke ma shumë persona në familje. Po, edhe ma shumë, ma të vogla edhe ma shumë. Okej. Po. Edhe po duani që edhe ti hajlo me vazhdu me. Unë me vazhdu, po, që Okej, unë po t'nimoj, po s'besoj që di sa den te. E po, s'ka lidhje se këto janë... Unë e di ma shumë e poqë. Te erën e njohë që kritin ma shumë e poqë. Okej, është mjaft. Jo për me... Po, me gatu. Mirë është. Sepse kam qef shumë me dit me gatu. Po ja fati që ka qëllu që nësi shumë. S'ka problem. Gjithashtu këto, pastaj kur të përfundon, duhet me uftof. Po, du të mi shti në frigorifer ose bikush për shembull të mi ongër edhe të nxehta, po unë ma shumë i preferoj që ma mirë mi bo kështu të ftofta me kohë. Besoj ti një person bardh, atë pëlqen kjo pjesa që bën pak të lovi që i thojmë ne. Vëlla po, si jem shumë mirë gjatë qas ma shumë sane, po apet do të mundohemi që mos me bu. Okej, shumë mirë. Po. Ti bardë me tonë ti bën me shumë qaf. Po gjithashtu tregon pak për rutinën tonë, kur zgjohesh mëngjes, a ke dëshirë me bo vetë mëngjesin apo edhe me ta bo mami për shembull? Po, unë zgjohem herët, në ora 8 edhe mëngjesin varet pi disponimit tame, apritoj me bo sa dëshirën të ma bëj mami. Keq fëmijët e kemi domethënë që tonë apritojnë, pa nuk pritojnë. Pritojnë, ose nuk pritojnë, kështu që e më varet. Herë dojna me na bo mami, herë e bëj vetë, po kështu prapë se kam probleme. Okej, unë po dalë kjo pjesa tjetër edhe po mundona më të ndihmu ty. Okej. Unë mi ndihmu bardës. S'ka problem. Okej, shton po e qes edhe ma shumë. Okej, hecë s'është problem. Mendoj që është ma mirë. Shumë formën e mirë ja kena po. Më varet sa me... Po që ta shtë dikosh.
shkoa për shëseri prona, apo? Okej, që du të me veprona? Po, tashti e merë këto, e qatë pak me lukë këto, edhe vazhdon me shpërndo pak në bombicë. Se s'ka problem, tash veç bë një... Qashtë. E, sa në di mirë, ola. Qashtë. Okej, në pamëve që kena qitë frutat. Besoj që është shumë mirë. Po, pak për besoj që është dekor. mjaft. Po, mjaft është, nuk Tash besoj që është ka për me fut në frigorifer. Po. Okej, Barda, bëje ti këtë pjesën. Okej, pra kjo na ka dalë rezultate. Okej. Edhe tash të futem në frigorifer. vazhdojmë që një shti në frigorifer. Po të hapim? Okej. Edhe presim. Edhe tash të veç na ka mit edhe mjongësh. Unë veç me provoj dhe me thonë, unë i du shumë fruta. Okej, veç të buf të mirë ty. Tash po i presim edhe pasaj kthehemi. Kur tash shkoa mi largu bombicën nga frigorifere, edhe kena mja marrë një mendim kamermanit tonë. Okej, tash është koha e bërë dhe me provu edhe në gjia. Unë veç se provua pak, po prap s'ka lire, pe provojmë edhe njerë. Okej, mu mdo këtë shumë mirë. Besoj që ja dolla. Po edhe kështu më pami po duken shumë mira. Dekorin e kaq të bukur e kom bëu, ne? Po. Edhe faleminderit shumë Barda, unë me të vërtet e punojt shumë me ty sot. Po, dhe unë bashkë me ty shumë, kështë që edhe njare po të thëmë shumë faleminderit. Faleminderit ty Barda. Kur tash shikues të dashur, është koha që ta përmbyllim edhe këtë rubrik me mua Ira Begollin, shime janë tjetër. Mua. Kaq kishte për këtë emision shikues të dashur, unë po e le takim të shtunën e ardhshme me mua Ira Begollin, shime janë tjetër. Mua.